Përshëndetje, duke qenë se sot kemi mbledhur jeshillëqe nga Baçja jon, do të bëjmë një recetë shumë të shijshme dhe tepër të shëndetshme me lëpjet, spinaq dhe qep të njoma. Do t'i grim të gjitha këto në copa të vogla e do t'i vendosim në një enë të madhe më pas. I grim dhe do t'i kriposim pak, i shtypim lehtë me duar dhe i bashkojmë në një tas të madh, të gjitha së bashku. Shtojmë edhe kopër e majdanos të grirë, sepse i japi një shijer shumë të mirë. E ndërkohë në një enë tjetër do të përziej mielin e misrit, kripën, vaj ulliri dhe ujë të ngrohtë derisa të lidhet një masë e tillë. Do ta hapim në një tavë të lyer me vaj. E ndërkohë nga tasi ynë do të shtojmë kos, do të shtojmë dhe djath dele, djathin e delës të lufrës, pasi ka një shije shumë të shijshme, një kokërves dhe vaj ulliri. E hapim të gjithë këtë gjellën e përgatitur pra mbi petën e misrit dhe spërkasim sipër me miell misri. I edhim pak kos të holluar ose vaj ulliri dhe e pjekim në saçin ton. Do ta shikoni sa e shijshme do të dalit nëse do ta përgatisni edhe vetë. Për ne ka dalë mrekullueshme me një aromë fantastike. Do rreth 30 minuta për të pjekur nëse do ta piqni në furr. Edhe ja, siç duket rezultati. Presim pak sa të ftohet, por ne nuk na u prit. E ndërkohë dhe presim me servirim në pjata tona. Si u duket kjo recetë? A e keni përgatitur dhe ju më parë?